Këtu jemi në studion e jogës, ku unë praktikoj edhe ushtroj klasat e mia me klientët privat, klasa në grupe gjithashtu. Tani jam duke u përgatitur për një kliente private të cilin e kam. I lëm shpatullat e relaksuara, i mbështesim duart tek gjujt. Yoga është praktik shumë e lashtë nga vendet e largta të lindjes, e cila na mëson se si me çliru veten, se si me çliru trupin, se si me çliru mendjen. Ne sillim duart në hapësirën e zemrës. I fërkojmë duart, aktivizojmë kanalet energjetike. I mbështesim duart në gjoks, mendojmë për një qëllim që duam t'ja vendosim vetes në këtë praktikë. Ndoshta në perëndim, fund të viteve 60-70, ka ardhur pak si një praktikë fizike, edhe shumë mendojnë se është një teknikë për të krijuar më shumë fleksibilitet në trup. Patjetër që kjo është e vërtetë sepse është një pjesë e jogës. Ajo çka është më e rëndësishme është fleksibiliteti i mendjes që arrijmë nëpërmjet kësaj praktike. Nxjerrje ngadalë. Ne punojmë shumë me frymëmarrjen në yoga dhe punojmë shumë me trupin, që trupit vjet në funksion të procesit meditimit. Dhe meditimi është, si më thënë, zemra e gjithë praktikës, sepse në meditim ne arrijmë të shkëputemi nga ngacmime, përqendrimet e jashtme dhe të qëndrojmë me atë çka kemi në veten tonë, pa gjykim, pa e mbi menduar, pa e analizuar, me u ndje sigurt në trup edhe me pranu veten tonë, me kriju vedijet plot me atë që kemi arritur në jetë, me këtë trup ashtu siç është, pa u përpjekur me ndryshu, dhe kjo për mua është yoga. Përpiqu ta mbash shpinën e drejtuar, gjoksi hapet, vetë pranim edhe i të tjerëve, dhe po, të ndjerit mirë dhe të ndjerit sigurt në trup. Fillo ulu ngadalë që ta ndjesh fund shpinën dhe gjithë gjatësinë e shtyllës kurrizore të mbështetur. Do të ndihmoj me bloqe poshtë gjujmëve në mënyrë që të mos të jetë e lodhshme. Para se të mbyllemi në pozën finale të meditimit që është Shavasana, do qëndrojmë 2-3 minuta në recline butterfly. Kjo është një pozë restaurative e cila na ndihmon që të punojmë me hapjen e gjoksit dhe ndërkohë ka edhe një hapje pasive tek pjesa e legenit e pjesa e ijeve. Bëjmë dhe një frymëmarrje të tjetër. Nxjerrje ngadalë me gojë. Sille vëmendje në hapësirën e zemrës. Vizualizo aty një diell të ngrohtë. Një diell i bukur e zëllitës. Shkoj se si dielli e zë gjithë hapësirën e zemrës. Dhe kudo që kalon e shkrin aty, çdo nyje, çdo tension, çdo energji negative. Ndjesh ngrohtë, ndjesh e mbajtur, ndjesh e sigurt. Lidhu me këto ndjesi. Dorëzoju trupit dhe dorëzoju këtij momentit. Fillojmë sjellim lëvizjet vogla të gishtërinë, të kyçet. I zgjasim duart sipër kokës dhe fillojmë ta zgjojmë veten ngadalë, ta zgjojmë veten butë, jepja vetes një përqafim. Lëkundu majtas djathtas. Dhe kur të jesh gati, në kohën tënde ngrihemi përsëri në gjunjë. Të lidhim këmbët, të kryqëzojmë.
Duart në hapësirën e zemrës, në lutje, rilidhje me qëllimin që i vun vetës në fillim të praktikës. Përkulemi përballë vetes, përballë njëra tjetrës, përballë tokës. Faleminderit, namaste. Unë jam formuar në ekonomi, në financë edhe në shkencat sociale dhe politike të zhvillimit. Kam punuar shumë gjatë në shoqëri civile, në ambasada, dhe ky kthimi pastaj në të qenit freelancer dhe të marrit me jogën me diçka që nuk është fort konvencionale dhe shumë e kuptueshme, duke filluar nga prindrit e mi, patjetër që ka patur goxha rezistencë. E mbaj mend komentet e prindërve kur më thoshin në fillim, po mirë, po tani ç'a do i themi shokëve? Ç'a je ti, zysh joge, zysh fiskulture? E kuptoj që për shumë kënd duket si një lloj regresi, pasi ti ke arritur një farë statusi, me një pagë të caktuar, me një lloj roli në shoqëri, dhe kur kthehesh në diçka të tillë, ka njerëz që nuk e kuptojnë. Ajo që përgjigjja që unë jepja prindërve të mi është thojeni shokëve që Deni tani nuk është as zysh as instruktor, Deni është e lumtur. Faleminderit. Ka gjetur një gjë që bën të ndihet mirë dhe mendon që është shumë e mirë në mënyrën se si e sjell për njerëzit e tjerë, edhe e shoh të ardhmen time shumë mirë në këtë gjë që po bëj. Hello! Oh, sa mirë që të pash. I missed you. Si e? Mirë, si e ti? Sa e mbarova klasën, praktikën? Me Fiorin takojmë shumë shpesh këtu në natyrë në një nga këto kafet vërdall, sepse është edhe një mënyrë me catch-up, jemi të dyja që po i bëjmë një rrugtim shumë ngjashëm me këtë si përmarrjet tona të reja. Edhe është shumë e rëndësishme me pas njëra tjetrën dhe me ndjej që ke komunitet dhe njerëz që të mbështesin, and I'm so glad to have you, jam shumë me fat që të kam. A ke pirë kafe? O, dhe ka pirë kafe. Okej, të marrë diçka, të marrë një ujë, të marrë një kek? Okej, mirë vetëm për veten tënde. Je sigur që s'do më nda një kek? Je. Je sigur që ti nuk do një kek? E mora këtë se ishte shumë e bukur, më duk si pemë pitiriu, nuk i rezistova dot. Unë e vlerësoj shumë kur njerëzit kanë regjime strikte, sepse në fundit çdo gjë që ne ham është ajo që ne jemi, dhe të ndihmon patjetër për ta mbajtur energjinë dhe trupin e pastër dhe të shëndetshëm, por nga ana tjetër ajo që unë kam vendosur të respektoj është edhe nevojat edhe dëshirat e mia. Patjetër që unë kam një regjim të shëndetshëm, jam goxha aktive, përpiqem të mos konsumoj shumë nga këto, edhe pse nga ana tjetër edhe ja lejoj vetes, sepse di që edhe kur ndonjëherë nuk është për trupin, është për mendjen time, është për shpirtin tim. Kështu që jo, unë besoj tek dietat e balancuara dhe të gjeturit të një ekuilibri midis diçkaje të shëndetshme, të një rutinë të shëndetshme, meditimit, të sportit, palestrës, edhe të ngrënit të një keku me shoqen e ngushtë. Kam një tjetër prioritet tani në jetë, që më së shumti është praktika ime, puna ime, shoqëria, gjërat që unë bëj në komunitet nëpërmjet aktivizmit, por nuk jam personi që i them jo një festë të mirë, apo një koncert të mirë, apo të ngrënit drek apo darkë me një shoqe, sepse në fundit janë këto ato momente që krijojmë në jetë dhe që i mbaj mend.
Jemi zhvendosur në një hapësirë tjetër në qytet, ku do mbaj një event komunitar me yoga. Është një bashkëpunim me një hapësirë shumë cool këtu në qytet, dhe është një gjë që e kam bërë më shumë qef, kështu që ju ftoj të më ndiqni. Shumë e fryrë. Inhale, nxirre. Shkarkoj komplet. Përshkojmë nëse ka aty përsëri një tension apo në një hapësirë që ka akoma nevojë për punë. Sjell gjithmonë forma të cilat nuk janë shumë të praktikuara në Shqipëri, për shembull, të trajtuarit të jogës jo si wellness, jo si stërvitje, po e jogës si një praktikë shpirtërore, ku ne lëvizim shumë ngadalë për t'u lidhur më shumë me ndjesitë fizike se sa me performancën tënde fizike. Unë kam jetuar në Londër, kam udhëtuar shumë edhe në vende të ndryshme të lindjes, dhe një nga arsyet pse e bëj këtë është sepse dua edhe të ekspozohem me mënyrën se si është kultivuar yoga apo dhe forma të tjera të mirëqenies apo praktikat e shërimit në këto vende, dhe se si ato zbatohen në vendlindjen e tyre, në mënyrë që të mësoj edhe të përpiqem të integroj këtu jo duke i importuar si gjëra të gatshme, po duke i përshtatur me këtë formë që është këtu, për të sjellë një farësie, por edhe për ta sjellë në një formë që është e kuptueshme nga klientët, nga komuniteti. Ka më shumë interes dhe mendoj që ka shumë potencial për të rritur në Shqipëri, sepse është vërtet një praktikë e cila edhe shkencërisht është e provuar që të ndihmon shumë për sa i përket rritjes së vetdijes edhe të mirëqenies fizike, po edhe emocionale. Beautiful. One more breath here. Dhe me këtë aktivitet të fundit e përmbyll ditën time. Find your gate pose. Mbush me frymë zgjatu.